Banor, sot kemi sfidën e buxhetit. Sot ju pret një lojë e veçantë. E sjell nga Dlire Cleaning Co, SHPK, kompania lidere e pastrimit profesional në Kosovë. Një sfidë dinamike ku do testohen shpejtësia, saktësia dhe kreativitetit dhe që ndikon drejt për drejt në buxhetin e javës. Mirë se vini në Dlire Clean Challenge Arena e pastërtisë. Do të ndaheni në grupe dhe do përballen në 3 misione. Misioni 1. Table under pressure, pastrim dhe rregullim simetrik i tavolinës gati për servirje. Misioni 2, no trace glass, pastroni pasqyren duke krijuar një formë artistike, zemër, lule ose shkronjën D. D, domodossola. Misioni 3, fast water recovery. Mbledhni ujin e derdhur me xhoker dhe kove, pastaj lëreni zonën plotësisht të pastër dhe të thatë. Fokus, bashkëpunim dhe shpejtësi, buxheti është në lojë. Atëherë, këto 3 misione, na i kemi 4 kohë, grupet kanë ka 3 pjesëtar, edhe këto misione do të me i kry jo njëkohësisht. Do më thonë, 4 minuta, 2 banorë që ndrojnë të X-i, nuk e di a shfaqin X-in për me u tregu, po jo shihet mrena. Po, këqër për shembull, për 1 sekond. Misioni i parë për shembull është table under pressure, do të me pastru dhe me rregullu tavolinën në mënyrë simetrike. Në këtë rast, grupi i parë për shembull është Arditi, Hygerta, Kushtrim. Nëse hini ju 3 edhe ti zgjedh me bë misionin 1, Hygerta dhe Arditi duhet me prit përpara se mi bë misionet të tjera. Nuk banë të njëjtën. Po kur je të bë ti një mision, edhe këta misionet e tëne duhet me prit te X-i. Kur ti e mbaron, këta njëri prej tyre shkon e bën misionin tjetër. A e kena krejt një kohë? 4 minuta kohë për gjithsej. Do të më organizu ju. Do të me çku menja që ti ju të e bë, po do të më ditë sa kohë i lën tjetrit. Tjetrit, okej. Po këta qëri X-at, që se i tregoj vllajmall edhe X-at. Po. Vllajmall s'dia kam harru gjë. Misioni 2 është pastroni pasqyren duke krijuar një formë artistike, zemër, lule ose shkronjën D. Tash, pret edhe një gjë tjetër, te vizatimi që ju krijoni, kur e bani, e leni pak në pasqyrë, derisa ta kapin kamera, mas nuk e di, 15 sekonda, si do që tjetë, me fshi mirë, që mos me lon asnjë trace, që grupi që vjen masanej mos me po. Kjo është pasqyra. Okej. Misioni 3 është fast water recovery. Mbledhni ujin e derdhur me xhokar edhe kove, pastaj lëreni zonën plotësisht të pastër dhe të thatë. Nice. Po na mësoj me fshi, ç'është më po fshi. Kjo është, më thamë, me na tregu. Na këtë punë e bëjnë mas mire. 100% buxhetet aver. A është gjithçka në rregull? Ty ka zoj grupet? Grupi 1. Ardit. Çka dhe një? Grupet a me lexuet e ton? Misionet. Ok, çfarë ka zoj? Grupi 1, Ardit, Hygerta, Kushtrim. Amunizme në era? Jo, kur bin gongo. Okej. Grupi 2, Ludoli, Benita, Klodi. Grupi 3, Labinot Regja, Eliona, Londrem. Grupi 4, Alba, Limi, Dolce. Grupi 5, Suanita, Aurora, Bia, Labinot. Ky çka? Po e thash. Grupi i parë është Ardit, Hygerta, Kushtrim. Tash, do të me vesh gjupat, kështu që nëse vini secili, edhe po ja përsëris edhe një herë atë misionet, Suanita, Aurora, Klodi, eja në domën e rrëfimeve. S'kam. Labinot Regja. Si të lutë lipe shoq aty. Benita. Goca. Pasu me pink. Ku kushtra aver. Hyger. Bona më dhënë majtë. Jo sen skamit, jo sen skamit. Unë se kom kuptu. Hajde e bëjmë pra. Po njëra e ban, njëra ajo. E bëjmë. Prej vllajt madh ju e vendosni. Okej, mund ta bëjnë Aurora pra. Detajiste. Unë e bëj pasqyren, ti bën ato Edhe tjetër. një herë, doni me i dëgju misionet? Do mund ti e para, unë jam i dyti, ky është i treti Arditi. Qysh? Pa tavolinë aty. Ma ja tavolinë si që sheni, du të me i regulluar me pastru. Me dekore, me Vish me bo në ka. Me një vesh ti që shdin. A muna mi kalzuan edhe pëse...
Jo, bre, Pastrim dhe rregullim simetrik i tavolines është misioni 1. Misioni 2 është pastroni pasqyren duke krijuar një formë artistike, zemër, lule ose shkronja në D. Misioni 3, mblidhni ujin e derdhur me gjoker dhe kodhe, pastaj lërni zonin plotësisht të thatë dhe të pastër. Kaq. Qartë? Nuk është një ka një, janë 4 minuta për të 3, ju du të më organizu. Se nëse ti thu ke kohë, hejnë aty, ti vënën për misionin tanë 2 minuta. Po. Grup, qysh? Një mision. Po, nuk ban me i bo një kosisht. Nëse ti e të bo misionin, e në këtë rast Aurora, serios, unë do fshi jo më farku jeti. Po, Aurora e Bia du të me lejtë X-at. Kur ti të mbarosh misionin tanë, ato munen me vepru njëra. Opinion se posacionin tim. Që për shumë me Po, festival. organizohuni. Unë për shembull besoj Sì, il ma tavolo come ti posso sto due una spiegando? cazzata da fare. Per chi ha lavorato nella ristorazione, mo. No? Edhe bën si dush ti. Nuk ka një rregull si ta vësh. Okej. Pastroni regoloni per servire. Se ci sono posate per fare tipo francese. Alla francese, magari. cose così. Uno e otto. Bicchiere più piccolo dentro, bicchiere più grande Sì, fuori. esatto, po. Një mision kena me kryna, ju 3 No, se ti Jo, e një, ke një, secili një. unë e një, Një vetin. Ti Ludo zgjidh o linjo. tavolino non toccano giambi. A je kështu artistike, po jo? Kom i qitat preparatin që është për me fshi, kom me bu një zemër ose një shkronjën dë ose diçka, e len 10 sekunda ditë të kop kamera duhet për e diçka me bo? Po, edhe tani e fshin, edhe s'len sen. ose shkronjën? Ose shkronjën dë, edhe ke edhe lule ose naj sen. Okej, tash i treti, Jo, veç ja fos. Po zemër më me ta bo. Si e treta? i treti është me gjoker. E treta? Treti është gjoker me pastrushtë. Tash, qaj që është i pari, janë njës, 4 minuta e gjësej, varet për se cilët sona e kurse në kuër njëve tjerve. I pari janë njës e regullën tavolinën, na 2 tjerë të presëm të X-i. Momentin që e kry një pari, njëset i dyti, i pari këthet të X-i janej, apo kuptan? Okej. Edhe i treti. 4 minuta gjësej. 4 minuta bashkë i kera? Bashk. Okej, jo veç njënit. Sa ma shpeca të koj ko?